Një magazin që shërbente si pikë për fshehjen e lëndëve narkotike dhe përgatitjen e tyre për shitje në doza është zbuluar në Tiranë. Operacioni policor i koduar Warehouse ka çuar në arrestimin e 5 shtetasve, të cilët dyshohen si pjesëtar të një grupi kriminal që merrej me shpërndarjen e narkotikëve. Gjatë kontrollit të ushtruar në një magazin në rrugën Mystim Keta në Tiranë, policia ka sekuestruar 9 kg kanabis sativa, sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 celular dhe një sër sendesh të tjera të kundralishme. Shtetasit të arrestuar janë GZ, 25 vjeç, RK, 21 vjeç, EG, 37 vjeç, AC, 22 vjeç dhe AK, 22 vjeçe, të gjithë banues në Tiranë. Ata janë arrestuar në flagrancë gjatë operacionit policor që u zhvillua bazuar në informacione të siguruara nga rrugë policore. Në magazinën e shtetasit Redion Kuqi, i cili ushtronte aktivitetin e prodhimit të paletave të drurit, u gjet një valixhe që përmbante 9 kg kanabis, si dhe një armë zjarri pistolet. Hetimet paraprake dyshojnë se sasia e lëndës narkotike ishte transportuar nga Sukthi në Tiranë nga shtetasi GZ, në bashkëpunim me AK. Gjatë ndërhyrjes, policia ka gjetur dhe 2 shtetas të tjerë, të cilët ishin të pranishëm në magazin. Gjatë kontrollit fizik të Erdi Gjiritit, ju gjet një sasi e dyshuar lëndë narkotike kokain. Mëtej gjatë kontrollit në banesën e Gjoj Zinës, policia ka sekuestruar një tjetër armë zjarri, pistolet dhe 2 armë të ftohta. Hetimet për zbardhjen e rrethanave të plota të këtij aktiviteti kriminal vazhdojnë, ndërkohë që materialet procedurale janë dërguar prokurorisë për veprime të mëtejshme.